Limi nis të flas hapur për Elionën, duke treguar se sipas tij ai e njeh shumë mirë atë dhe se nuk flet pa arsye. Ai shprehet se ka parë nga afër sjelljen e saj në shumë situata dhe se ajo që shfaq para të tjerëve nuk përputhet as pak me atë që ai beson se ajo është në të vërtetë. Limi thot se Eliona nuk është vajzë e mirë, jo për mënyrën si flet apo sillet në sipërfaqe, por për mënyrën si vepron në prapaskenë. Ai shpjegon se sipas tij, ajo di të përshtatet shumë shpejt me çdo situatë dhe me çdo person, vetëm për interesin e saj. Sipas Limit, kjo nuk vjen nga sinqeriteti, por nga një llogaritje e ftohtë për lojën. Ai vazhdon duke thënë se Eliona shpesh e përdor veten dhe imazhin e saj për përfitim, duke u afruar me njerëz kur i leverdis dhe duke u distancuar kur nuk i duhen më. Limi thekson se kjo sjellje e bën atë të duket e pavërtetë dhe e paqëndrueshme në marrëdhënie. Sipas tij, ajo është e gatshme të sakrifikojë parimet vetëm për të fituar vëmendje dhe pozicion në lojë. Biseda thellohet edhe më shumë kur Limi thotë se Eliona shpesh luan me ndjenjat e të tjerëve. Ai shprehet se ajo di shumë mirë si të krijojë afrime emocionale, por këto afrime nuk zgjasin, sepse nuk janë reale. Për Limit, gjithçka është pjesë e një skeme, ku ajo veshet veten në kuptimin figurativ, duke e përdorur personalitetin e saj si mjet për lojë dhe jo si shprehje të sinqertë të vetes. Limi ndalet edhe te mënyra se si Eliona sillet në debate. Ai thot se ajo shpesh provokon, por më pas tërhiqet dhe merr rolin e viktimës, duke u paraqitur si e lënduar dhe e keqkuptuar. Sipas tij, kjo është një mënyrë për të fituar simpati dhe për të shmangur përgjegjësinë për veprimet e saj. Ai e quan këtë një sjellje të qëllimshme dhe të përsëritur. Me kalimin e minutave, fjalët e Limit bëhen edhe më të drejtpërdrejta. Ai shprehet se nuk e beson asnjë emocion që Eliona shfaq, sepse për të ato janë të gjitha pjesë e lojës. Ai thot se ajo ndryshon qëndrime shumë shpejt dhe se sot mund të thotë ne. Gjë, ndërsa nesër ta mohoj pa asnjë problem. Limi përmend se kjo sjellje e ka shgënjur dhe e ka bërë të humbas çdo respekt për të. Ai thekson se nuk e konsideron atë një person të sinqert dhe se për të, Eliona është shembulli më i qartë i dikujt që përdor çdo mjet për të qëndruar në lojë, pa u ndalur te pasojat emocionale që lë pas të tjerët. Në fund të bisedës, Limi e mbyll me bindjen se ai e njeh mirë Elionën dhe se fjalët e tij nuk janë të rastësishme. Ai thot se për të, ajo nuk vepron nga zemra, por nga interesi, dhe se çdo hap i saj është i menduar për përfitim personal. Atmosfera mbetet e rëndë, me një ndjesë tensioni dhe mosbesimi që vazhdon të ndihet edhe pasi biseda përfundon.